Fitoi Këmbgulja. Në vitin 2030 do të jemi gati për NB. Pas rezultatit dërmues në zgjedhjet e së dielës, Edi Rama ja lejoi vetes të shfaqej i çliruar dhe tehet optimist në një intervistë të dhënë Corriere della Sera në vazhdim në një fitoreje e cila, siç thot media e njohur italiane, u arrit mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe bashkombasve të tyre jashtë kufive, duke lejuar PS-n të mbante nën kontroll qendrën dhe jugun e vendit e të pushtonte madje edhe veriun, bastion të opozitës. Edi Rama siguroi 4 vite të tjera në drejtimin e vendit të shqiponjave, theksohet në shkrim. Lideri i Partisë Socialiste, që ishte tashmë kryeministri më i gjatë në post i demokracisë shqiptare, në shtator bën betimin për mandatin e 4 radhazi. Vota masive popullore i garantoi një mazhorancë të qartë me më shumë se 80 vende në parlament. Sali Berisha, kujton Corriere, mori rreth 50 me partinë e tij demokratike. Pas 10 telefonata shurimi, Rama foli për gazetën e njohur për t'ju përgjigjur së pari një pyetje që me gjas, shumë kush do të kishte dashur t'ja drejtonte. A e priste vërtet një rezultat të tillë pas 12 vitesh në qeveri? Që t'jemi të sinqert, po, sepse kemi punuar shumë për të arritur këtu. Dhe po flas me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tan, duke synuar një rinovim të listave, ku promovuam edhe shumë femra dhe organizuam një lojë të madhe skuadre në terren. Rama është po kaq i bindur edhe për arsyen pse sipas tij shqiptarët preferuan sërish PS-n. Sepse ne ndryshuam Shqipërinë me një vizion të qartë dhe me këmbgulje të madhe. Njerëzit nuk janë budallënj siç mendojnë shumë politikanë, dhe din ta bëjnë dallimin mes atyre që punojnë seriozisht për të ardhmen e vendit dhe atyre që kufizohen në retorikën e disfatizmit. Edhe ne kemi bërë gabime, për të cilat kemi kërkuar falje, por kurrë nuk u ndalëm. Nuk u fshehem, nuk u dorëzuam përballë vështirësive dhe ngritëm në këmbë një kom të tërë duke e bërë krenar me emrin e tij. Ai detyroi kjo fitore mungesës së një opozite të fortë. Rama nuk e mendon ashtu. Besoj se ne nuk fitojmë sepse humbet opozita, por sepse shqiptarët kanë besim te rruga në të cilën po ecim së bashku. I prekur nga vota e diasporës, Edi Rama shprehet se kush jeton jashtë kufive ka një vizion më të gjerë dhe më kërkues. Nuk voton në bazë nostalgjie, por në bazë vlerësimi. Fakti që diaspora beson tek ne do të thotë se kemi përcjell një imazh që i bën ata krenar, shprehet ai. Në mesin e urimeve nuk ka munguar as ai Giorgia Melonit, më shkroi një mesazh si motra vëllait, ishte komenti i Ramës. Teksa më tej shpjegoi fokusin e 4 vjeçarit të ardhshëm. Objektivi mbetet mbyllja e negociatave të antarësimit brenda 2027-s, duke dëshmuar kështu se i qëndron premtimit elektoral, së bashku me bindjen se nëse Shqipëria vazhdon të bëjë detyrat e shtëpisë, do të jetë gati për BE në 2030-ën. Rama zotohet më tej të vijojë modernizimin e vendit, forcimin e shtetit të së drejtës dhe ekonomisë, mbështetjen e familjeve dhe ta bëjë të pakthyeshëm transformimin 360 gradë të Shqipërisë.